prej bazave të cilat njeriu duhet t'i di është njohja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej bazave të cilat njeriu duhet t'i di është njohja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është pyetja e cila do t'i bëhet njeriu pasi që ketë vdekur, do t'i thuhet kush është pejgamberi yt. E para është kush është Zoti yt, kush është feja jote dhe kush është pejgamberi yt. Njëra prej këtyre tre pyetjeve pra është në lidhje me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk i takon besimtarit dhe muslimanit që të kaloj jetën e tij duke mos e marr si shembull Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe duke mos e lexuar jetën e tij dhe duke mos u udhëzuar me pasimin e rrugës së tij. Dhe metoda më e mirë për ta kuptuar këtë është nga sirja e tij dhe nga leximi i haditheve apo fjalëve të tij.